Mirëmbrëma zoti Jazexhi, mirë se më ka ardhur këtu në studio. Herën e fundit kemi folur me internet. Ke filluar bie çik si shpesh më duhet e ke kap veten. Po, për këtë ditë punojmë. Atje më duket se paguajnë mirë në shkollë, apo jo? Allah bimbe reqaversen. Në krahasim me këtu ka disnivel me homologët e tu, pedagogët. Ka disnivel në shumë aspekte. E para që nga pagesa, e dyta jetesa aty është shumë e lirë. Në kosto jetesës, për shembull çmimi i benzinës në Malajzi është 500 lek me lek shqiptare. Edhe si pasojë edhe çdo gjë tjetër është më e lirë. Me energjinë janë të lidhura të gjitha. Energjia, domethënë energjia është domethënë një nga faktorët. Po rryma si është në krahasim me këtu, sa paguam për një hyrje për shembull 100 metra katror në muaj? Unë paguaj diku te 10.000 lek në muaj rrym. Të vjetra. Po, $10. Në dimër. Aty s'ka dimër, se jemi në tropik. Domethënë aty në sa është temperatura mesatare aty? Varet se ku jeton, por në shumicën e... Ku je ti që paguon 10.000 lek? Sa është temperatura mesatare afërsisht? Shkon, ose unë jetoj në mal, dhe aty është nga 20 në 27, por edhe kur kam qenë në qytet në Kuala Lumpur. Siç është në Vjeshtë për shembull. Në Vjeshtë, në dimër në pikë neve paguajmë në janar shkurt. Ne paguajmë një shtëpi me 100 metra katror, paguan mbi 110-115 euro, 120 euro, ka që paguajnë dhe 150, 160, 170, ata që mbajnë kondicionerët pak më shumë ndezur, po ti kursesh një çik me kujdes, 110, 120, pra këtu është rryma 10-11 herë më e shtrenjtë se sa në Malajzi.